Bismillahirrahmanirrahim. Në këtë video do të mësojmë hap pas hapi mënyrën e saktë të marrjes së abdesit, ashtu siç na ka mësuar Allahu xhalleshanuhu dhe i dërguari i tij. Abdesi nuk është vetëm pastrim fizik, por është edhe pastrim shpirtëror. Është një përgatitje për qëndrimin para Allahu xhalleshanuhu në namaz. Qëllimi jonë është që ne të mësojmë rreth abdesit dhe të ushtrojmë mënyrën e marrjes së abdesit. Dhe në fund të kësaj videoe, presim rezultate që të mund secili prej nesh t'i numërojë dhe t'i sqarojë cilit janë kushtet e abdesit, të di se si merret abdesi dhe në fund të e mësojë dhe të e thotë duan e abdesit. Allahu xhalleshanuhu në Kur'anin famëlart në surën Al-Maide thot: O ju që besuat, kur doni të ngriheni për të falur namazin, lani fytyrat tuaja dhe duart tuaja deri në byryl. Fërkoni kokat tuaja e këmbët lani deri në dy zogjt. Duke u bazuar në ajetin kuranor që e lexuam pak më parë, e shohim që kushtet apo farzet e abdesit janë gjithsej 4. Është larja e fytyrës, larja e krahave, fërkimi i kokës dhe larja e këmbëve. Tani do dalim në pjesën praktike e marrjes së abdesit, duke parashtruar pyetjen se si merret abdesi. Hapi i parë gjatë marrjes së abdesit është me fjalën Bismillahirrahmanirrahim dhe pastrojmë shuplakat duke i fërkuar mirë mes gishtave dhe rreth thonjeve. Në vazhdim, shpërlajmë gojen 3 herë. Është mirë që edhe dhëmbët të pastrohen vetëm me anë të gishtit tregues. Pastaj shpërlajmë edhe hundën 3 herë. Lajmë fytyrën 3 herë. Lajmë krahët deri mbi byryl 3 herë, po ashtu, duke filluar nga krahu i djathtë dhe pastaj krahun e majt. Hapi i 6 është fërkimi i pjesës së sipërme të kokës me dorë të lagur, që quhet mes, që nënkupton fërkimin e 1/4 të kokës. Pastaj, pasi që e fërkojmë kokën, me dorë të lagur pastrojmë veshët dhe me gishtat tregues bëhet pastrimi i qafës. Dhe hapi i fundit gjatë marrjes së abdesit është larja e këmbëve deri mbi nyje, duke pasur kujdes që të mos lëm asnjë pjesë pa mos e lagur. Pas përfundimit të abdesit, është sunnet që besimtari të thotë këtë dua: Eshhedu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa eshhedu anna Muhammeden abduhu wa rasuluh. Dëshmoj se nuk ka zot tjetër posa Allahu xhalleshanuhu i vetëm dhe i pashoq, dhe dëshmoj se Muhammedi a.s. është rob dhe i dërguar i tij. Gjatë marrjes së abdesit është e rëndësishme jo vetëm të lajmë gjymtyrët e trupit, por edhe ta zbukurojmë atë me veprime të pëlqyera, të cilët e bëjnë abdesin më të plotë dhe më të dashur tek Allahu xhalleshanuhu. Të mundohemi që gjatë marrjes së abdesit të drejtohemi ka kibla. Abdesin ta marrim pa ndihmën e tjerëve nëse kemi mundësi. Dhe me dorë të djathtë të pastrohet goja, ndërsa me dorën e majt të pastrohet hunda.
Njëkohësisht, duhet kemi kujdes edhe nga veprimet e papëlqyera, të cilat mund ta paksojnë shpërblimin ose ta dëmtojnë përkushtimin ton gjatë marrjes së abdesit. Ajo është harxhimi i ujit pa mas, përplasja e ujit për fytyrë dhe bisedimi gjatë marrjes së abdesit. Deri këtu pam mënyrën e marrjes së abdesit, veprimet e pëlqyera dhe ato që duhen shmangur. Tani një detyrë e shkurtër për ju. Cilat janë farzet e abdesit, pa të cilat abdesi nuk është i vlefshëm, dhe cilat janë sunnetet që e plotësojnë dhe e zbukurojnë atë? Provojeni t'i ndani vetë dhe shkruani në koment përgjigjet e juaja. Allahu na bëf prej atyre që pastrohen siç duhet dhe adhurojnë atë me sinqeritet.